Partia Demokratike firmosi me autoritetet e këtij vendi marrëveshjen e detit. Unë ju them ju këtu, ajo është marrëveshja më e mirë që ka firmosur Shqipëria ndonjëherë me fqitë e saj. Do të ishte absurde të mendoje të firmoset një marrëveshje ku Greqia të humbiste apo Shqipëria të humbiste. Ja pra që ka marrëveshje ku fitojnë të dy palët. Këtë marrëveshje e përmbysi Edi Rama. Jo vetëm përmbysi marrëveshjen, kur gjykata e hodhi poshtë qeverit greke. Ranë dakord që të shkonim në Hagë, çfarë bëri? Jo, tha, do bëjmë një marrëveshje më të mirë. U tregoi një sharlatan. Negocioi 3 vite dhe në fund i thot ministrit jashtëm, po ne nuk e firmosim dot se kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Unë ju garantoj ju se ajo marrëveshje me Partinë Demokratike në pushtet do të finalizohet dhe marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë do të jenë shumë të mira. Atëherë rikthehemi për minutazhin në vijim. Zoti Osmani, kjo marrëveshje e detit është nga me sa kemi parë, ka disa kohë është nga premtimet elektorale që doktori i bën shqiptarëve në Greqi, po duket që ja bën direkt edhe Greqisë. Si ka qenë kjo marrëveshje? Ka qenë e mirë? Ka qenë në favor të dyja palëve apo cili është komenti, cili është opinioni juaj për këtë? Berisha është lojtari i vjetër në Shqipëri, e di mirë se ku duhet i hedh grepat dhe ku duhet i hedh ato ganxhat e barkës së tij në këtë det dhe në këtë oqean të trazuar të zhvillimeve ndërkombëtare. Është në një pozicion delikat të vështirë, i cili lidhet edhe me të ardhmen e tij politike, por edhe me të ardhmen dhe me trashëginë e subjektit politik që ai ka, hallin e të cilit ai e mban dhe e bardh dhe po e gatuan me shumë sukses, me shumë kujdes. Këtë e shikon edhe tek listat që ka përgatitur. Marrëveshja e Berishës nuk ka qenë një marrëveshje e mirë. Asgjë të mirë nuk kanë bërë për 34 vjet në raport me Greqinë dhe në raport me çdo vend tjetër sa i përket servilizmit dhe për ulësisë në kurrizë të interesave shqiptare, të palës shqiptare, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe gjitha qeveritë shqiptare kanë qenë në një rol inferioritetit absolut akut. Unë dua të them Jo, vetëm mbaj. Mos është më shumë si janë kapur. Mos është më shumë janë kapur se me këtë servilizëm e ka kalu. Do të bëj një pyetje, një sekond pra. Vazhdoj. I bëjmë pyetjet. Prandaj se bon ai pyetje. Ke miku im shumë i ngushtë, po pyetje bëjon. Jo, më fal, nuk e s'ka problem, mos jo nuk përzitem fare. Ideja është kjo që duaj ti je dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese që e rrëzoi këtë? Po. Se unë kam qenë shumë dakord, ne kemi qenë një nga ata. Po. Pra, dhe duhet një marrëveshje e re për det. Kur një gjykatë kushtetuese rrëzon një vendim të një qeverie X, Berisha, Rama, kushdo që tjetë, ka të drejtë kjo qeveri ta rivendosi pa brenda ditës? Ai ka të drejtë vetëm një gjë, vetëm një rast, në qoftë se ai shëmb rendin këtu në Shqipëri, rendi kushtetues dhe shëmb klasën politike. Pra, domethënë është e pamundur kjo. Është e pamundur. Pra, këtë e ka shpjeguar ai admiral Vladimir Beja për shelfin kontinental, për kilometrat... Osmani, tani këtu vazhdemi që këtu gjërat i vendosin politikanët, gjërat mirale, po fatkeq. Duhet them që pse ka qenë një marrëveshje e keqe. E keqe, dakor, këtu dua. Dhe qengelat që i kanë hedhur për arsye të tjera. Atëherë pse doktori super i zgjuar është gjenin në llojin e vet. Si ka mundësi që një marrëveshje të keqe e ripropozon? Pra kjo është një shkelje syri ndaj Athinës, se nuk është një gjë kaq e thjeshtë. Po është një detyrim ndaj Athinës më shumë. Ose detyrim ose ofertë. Kjo është fare, dëgjoj. A ditë më fal që po të pres. A ditë që është bërë takime me diasporën? Po. Ka qenë edhe 111 dhjetori i Vorjo e Pirit. Dhe aty nuk u fol për festën kombëtare ku kanë marrë pjesë darvanitasit, por u fol pikërisht për 111 dhjetorin e Vorjo e Pirit. Foli Beleri, folën të tjerë dhe përmendën hapur dhe a ditë
nuk ka pas asnjë flamur shqiptar në atë sallë. S'u ta themi, se do ketë patur. Kemi pamje... Jo, shife, qite, mund të ketë pas. Prit, një minut. Dhe ky sjell dhe marrëveshjen e detit kur tash siç thonë dhe historianët dhe gjykata kushtetuese dhe gjithë kemi qenë dakord apo jo zotëri që është një marrëveshje e keqe në dëm Shqipërisë. Po për radhën zotin Ndoj se si historian të ma gjykoj. Po. Dakor? Zotin Ndoj? Jo, pra, një njeri i tillë si ky, ku hapur del me agenda kundër interesave të Shqipërisë, dhe ky tjetri dule del sot që ne do të jemi shumë më të fortë me 11 maj se kemi Belerin, si mund ky njeri të thot jam sovranist, si mund të thot ky njeri jam nacionalist, si në thot ky njeri jam kombëtar, si mund të thot ky kur jam familje, kur ky me agendat e tij do të shkatërroj interesin shqiptar. Do kush shqiptar mund t'i besojë këtij njeriu? Nuk dua ta besoj se bëhet shumë politike. Jo, po është politike më zhej, është politike, po unë dua që neve jam me atë analizën që bëri Osmani para po Goxha, ne duhet bëjmë një mea culpa dhe të nivellit kombëtar, do në është se po nuk u kryua kësh presionin e opinionit publik dhe Malia. Tu jam dakord, pra ne do të thashë po tjetër presionin e opinionit publik shqiptar, a kemi as kemi opinion publik, atë dhe shumë e kujdesme në vendimet që merë dhe në fjalët që thot. Ta janë prodhim i qenies son. Pikëtyrja e madhe është a kemi opinion publik apo jo. Ta ka prodhu ky popull, nuk i ka prodhu as Greqia, as Serbia, as Maqedonia, as Italia. Këto i kanë prodhu. Ky popull i ka prodhu dhe i ka prodhu historikisht. Do një herë më duket se këto popull që kemi rreth rrotull, patriotizmin e kanë çik më radikal se ne, më të mirë. Ora unë do të sjell një Jo, të jap pak. Atëherë, po, doj. Para se të vim të marrëveshja e detit, koncepti i Vori Opirit është një koncept jo shkencor, është një koncept shovinist, politik, dhe nuk bazohet në vërtet... Pikërisht për këtë e thash që ai e përmend aty. Po. Për këtë e thash. Pra nuk është koncept shkencor, sepse e vërteta shkencor është që Epiri, Iperi, vendi i Ipeve, i Shqipeve, nuk është Greqi. Këta nënkuptojnë me Epir, çdo gjë nënkuptojnë si Greqi. Epiri është pjesa jugore e Shqipërisë, që fillon nga, e thot Pashkovasa, e thot vërtetat shkencore nëpërmjet gërmime arkeologjike, historike, të dhënave dokumentare tjerë, pra nga gjiri i Ambrakis, Arta, Preveza, Dodona, gjithë hapësira e Qamërisë, që është një pjesë e vogël e Epiri. Qamëria është një pjesë e vogël, nuk është... Dhe këto janë pjesë të Shqipërisë. Pa drejtësia që është bërë Shqipërisë në ndarjen që u bë, ndarjen nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit edhe vendimi i fuqive të mëdha 1913, u pasua pastaj, e kjo është kulmi, të diskutojsh pastaj një trekëndsh të vogël në Shqipërinë e ndarë pa drejtësisht nga Epiri, nga trojet e saj etnike, dhe ta diskutojsh me kënde që është në praktikën ndërkombëtare të ndarjes ujrave, edhe të shelfit kontinental, por që unë nuk i hy fare kësaj. Por du të kontestoj atë që tha zoti Berisha që fitojnë 2 palët. Kur ndahet një copë, nuk fitojnë 2 palët. Kur ndahet një copë, njëra fiton, tjetra humbet. Dhe në rastin tonë, një përgjigje direkte. Përveç respekte që kam për zotin Berisha, për gjithë kontributin e tij për 35 vjet, unë jam një nga ata që e vlerësoj dhe për kontributin që ka dhënë, unë tek pjesa e servilizmit dhe politikave që dëmtojnë sadopak çështjen kombëtare, unë nuk mund të jem sikur të jetë baba im, jo zoti Berisha. Nuk mund të fal asnjë çime, asnjë nga ajo që ne kemi të cunguar, ne rrethohemi nga Shqipëria. Përgjigju pak të lutem pyetjes time, të lutem. Nuk mund të diskutohet aty. Sot ajo çështja në gjykatën ndërkombëtare. Zoti Noja, është për te servilizëm, nga hiqen e ka servilizëm, mund të jetë një rast, nuk është çështje servilizmi kjo. Në fakt, ajo është thjesht një retorik që e ndihmon ndoshta për të bërë diçka, po jo praktikisht ta ndryshojë atë marrëveshje. Unë do të bëj një pyetje për te kësaj. Pra, duke qenë se Berisha, dikush e voton, dikush nuk e voton, dikush e do, dikush e urren, sepse është një figurë që ndan njerëzit, nuk i bashkon. Ata që duan. Ajo misioni i tij.
Ajo misioni ti historikisht, se ky thot kam respekt. Ajo misioni ti vetëm ka përçarë shqiptarët. 97-ën, 98-ën, 2005-ën, vazhdon të thotë. Është një gjithsesi ai është një guru i politikës. Pra, është një nga njerëzit që Survivor e ka fituar që tani atë Guinnessin, është the best për jetëgjatësi për maraton. Mirë keqë, sipas gjykimit. Por, si ka mundësi me një figurë si Fredi Beleri, të cilin për shembull, unë kam përshtypjen që 3/4 e shqiptarëve e shohin me syt që Berisha e ka parë në 93-ën, 94-ën, si një person në thojza terrorist, jo terrorist, jam në gjyqën më dhe se më kanë edhe në gjyqë. Kështu do të jenë çike kujdesëm me termat, se gjykatës si tak e merr dhe i zbardh. Pra, ky person që ka qenë në kërkim, ky person që ka qenë i dënuar, tani është bërë eurodeputet. Si mundet doktori ta marrë me vete këtë? Kush e këshillon dhe thotë që ti bësh shumë popullor, po t'jesh me këtë? Ka mundësi vetëm një po, patjetër. Se është shumë e rëndësishme kjo. Se më duket një bullallëk shumë i madh kjo, nga ana strategjisë politike, më le, po. Beleri, sipas informacioneve që kam unë, është një peshë, është një gjyle shumë e rëndë te këmbët politike të Berishës. Dhe këtë e kam parë 3 ditë përpara se të mbylleshin koalicionet, zoti Berisha më dërgoi një deputet ala shumë të ngushtë të tij për të më shpjeguar arsyet pse ai është me Belerin. Unë fakt bisedat e zyrave të ngushta nuk kam qef ti flas, por unë nuk u binda me shpjegimin që më dha. Dhe kuptova që zoti Berisha e ka do një ekstrakt sepse jo. Po unë jam kam amanetin e bisedave. Dhe amanetin 2 ditë para se të mbyllesh koalicioni, më dërgoi deputet shumë besnik të tij për të më kërkuar takim dhe për të më shpjeguar se cila është arsyeja përse gjylja Beleri varet tek prehëri i Berishës. Unë nuk rash dakord me shpjegimin e mikut të tij dhe u largova i qetë. Sepse këtu duke i qartë që zoti Berisha ka diçka që është më e madhe se sa llogaritë e Shqipërisë. A është ky detyrim? A është diçka më e madhe? Unë nuk e di. Ti pa, një minutë, Osmane, ti pa e thonë e the më rënda. Jo fakti që ai ka detyrim dhe ndjen peshë ose mund ta ketë kompleks. Detyrimi çfarë do të thotë? Detyrim kur i e ka për zotëri. Pyetja ishte përndoi, pastaj kur i e ka. Goxhaj. Nuk e di. Të lutem, ti flasim gjithë. Çështja e detit që Berisha e prendon, çështja e detit, cila do qeveri, pra Berisha Rama është tradhti kombëtare. Të merrem me çështën e detit, për arsye se këtu nuk kemi të bëjmë me ndarjen e ujrave me ndarjen e ujrave ndërkombëtare. Tu kemi të bëjmë me dhënien e ujrave tona territoriale, greqisë. Dhe kjo është vërimtari totalisht antikombëtare dhe është tradhti kombëtare. E para dhe e dyta është tradhti kombëtare për arsye se sot e kësaj dite Greqia nuk e ka ratifikuar asnjëherë njohjen e kufive të vitit 1126, siç ka miratuar Komisioni Ndërkombëtar atëherë. Pra Parlamenti grek nuk i njeh kufitë e Shqipërisë, nuk i njeh këta kufi që ka. Dhe derisa ti njohë këta kufi, duhet të njohë një këta kufi, pastaj hajde diskutojmë për çështje territoriale. Pa njohur këta kufi, nuk diskutojmë, se po diskutuam automatikisht. E hapim lojën. Jo, hapim lojën dhe fillojmë. Sepse kufili është kufi. Ne hap lojën dhe pastaj kalon me kufilin toksor. Dhe ai thotë dua edhe këtë pjesën tej. Prandaj çdo lloj veprimtarie, çdo lloj qeverie, qoftë e Berishës, Ramës, Fatos Nanos, kujt do tjetër që ka qenë, që merret me çështjen e detit, është veprimtari antikombëtare dhe tradhti kombëtare e para. Dhe e dyta, vendimi jo edhe gjë. Të sqaroj çik. Vendimi e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i gabuar për arsye se vendimi i gjykatës kushtetuese merret vetëm e quan të gabuar çështjen e detit për arsye se nuk jo mor leje presidentit, jo për arsye se është shkelje kushtetuese dhe është tradhti kombëtare. Pra ata shiko kanë ruajtur, ta gjykatës që morën vendim, kanë ruajtur bythën e tyre politikisht dhe e kanë quajtur gabim pse nuk ju mor leje presidentit për biseduar se është kompetencë e presidentit. Si po, çështje procedure. Pra e kanë bërë çështje procedure dhe jo çështje kombëtare. Prandaj po them që kjo është shumë e rëndë dhe shumë e rrezikshme. Po kanë dalë procedure. Kjo është. Ky është rasti që unë do thoja që qëllimi justifikon mjetin. Është i vetmi rast. Sepse në fakt rrëzimi nuk e rikthen matë. Por pyetja që kam për ty është të vazhdoj akoma me ty. Tani se kjo kërkon një zgjidhje, sepse një zgjidhje është lufta që ne se bëjmë do? Kemi kallqe? Po shë, një zgjidhje tjetër është që do a vendosë fuqitë e mëdha, ne nuk e dim se ka do bëjmë fuqitë e mëdha, një zgjidhje tjetër për shembull Strasburg apo gjykata ndërkombëtare. Ti je kundër këtyre? Fuqitë e mëdha, jo, sepse ti di shumë mirë se unë kam dëgjuar me vëmendje shpjegimet, bëhet fjalë për shefin detar,
Dhe bëhet fjalë ajo është çështje teknike. Jo, është thelbi. Hyet disa shkëmbej. Është çështja teknike për të humbur nga thelbi. Është çështja teknike për të ikur nga thelbi. Kanë hyrë në teknikë. Nuk po jap përgjigje, unë po thelloj pyetjen, po e bëj detajuar. Bëhet fjalë për disa shkëmbij, të cilat Greqia i konsideron si ishuj dhe pikë referimi për ligjin e 6.000-eve, ne themi që jo, këto janë shkëmbij dhe nuk janë ishuj. Pra, interpretimi tyre janë dy parë që grinden, do ta bëjnë një arbitrazh apo do bëjmë luftë? Kjo çështja teknike, kanë hyrë në çështje teknike për të fshehur thelbin. Djalli fshihet në detaje dhe detaj teknik fshet thelbin. Në rast se ne diskutojmë detaj teknik që ky guri atje, ky guri këtu, është ishull apo s'është ishull, neve na cënon kufirin kombëtar. Po jo ne, grekët e thonë këtë, ata kanë të pretendim. Po për këtë duan. Po ne si ta cënojnë kufirin atje. Zgjidhje. Po mund ta jap zgjidhje. Se ne në emision këtu e bëjmë. Po zgjidhja është kjo e para. Po zgjidhja është kjo e para, Greqia duhet të ratifikojë marrëveshjen e kufive të vitit 1126, pra të njohë këta kufi që janë. Nuk dua. E dyta, të heqë edhe ligjin e luftës, pastaj pasi të heqë, këto të dyja, atëherë nuk ka bisedimi valla. Nuk ka asnjë lloj bisedimi valla. Se do të qëndrojmë si kemi qenë. Ora ai të kalon anijet aty, më thotë është e imja. Po në më lanë, nuk të bëjnë sot e t'i kalon, nesër ku të forcojmë nuk i kalon më. Nesër ku të forcojmë. Absolutisht. Para forcimin tonë, pra, unë me atë prit nga mort bi bar. Unë jam me atë me rrugën më të moderuar gjykata gjithsesi. Po edhe gjykata. Po gjykata duhet kalojnë përmjet të procedurë. Pra, të njihen kufit, të hiqet ligji luftës, pastaj dhe ulemi bisedojmë. Pa to dy as kemi si bisedojmë. Edhe gjykatat, edhe institucionet ndërkombëtare nuk mund të neglizhojnë dhe nuk janë kaq arbitrar sa janë greket me ne tash. Kështu që ne unë them që në thelb diskutimi i detajeve pa heq ligjin e luftës është në thelb diskutimi i humbur. Ne pa, po tani. Për të hequr nga thelbi. Po unë di, mund të flasim për civilizëm qeveritar nga 90-ta deri sot që jemi këtu. Por ama nuk di një qeveri që zyrtarisht nuk ka kërkuar heqjen e ligjit të luftës. Të gjitha. Formalisht e ka kërkuar. Po mirë, pse ke hyrë dhe këtë teleru në të gjitha ato gjona, ke pranu duhet të kërkojmë në parlament, nuk kemi asnjë rezolutë, nuk ka asnjë rezolutë të parlamentit shqiptar që i drejtohet Greqisë për heqjen e ligjit të luftës. Asnjë rezolutë s'kemi sot e kësaj dite. Asnjë rezolutë ta bëjnë këto. Po normalisht si nuk bëhet. Me rezolutë bëhet, jo me kërkesë, jo me kërkesë kështu. Unë di që kërkesa zyrtare i bën kryeministri. Kërkesë zyrtare s'është bërë asnjëherë Greqisë për heqjen e ligjit të luftës. Jo, ti ke pasur bisedime dy paqe, është bërë bisedime gojarisht, po zyrtarisht nuk ka asnjëherë kërkesë zyrtare janë tani. Jo, është tjetër ta bësh, tavolinë është tjetër ta çosh me letër. Nuk e bën. Absurd. Historiani, po. Ligji i luftës është një absurd. Edhe në aspektin ne dim të problemi është sepse jo ndoshta nuk e din, shikuesit edhe mund të mos a din. Ligji i luftës është një premisë që e ka ngrit politika greke dhe e ka vendosur duke u nisur nga fakti që Italia nëpërmjet Shqipërisë sulmoi Greqinë në 28 tetor të vitit 1940. Kjo luftë u shpall nga Benito Mussolini në pikërisht me 28 tetor të vitit 40 dhe nuk u shpall nga qeveria Shqipërisë, ishte një qeveri kolaboracioniste, du ta themi, pjesë e mbretërisë italiane. U shpall nga qeveria kolaboracioniste tani. E Shefqet Vërlaçit. Do të jemi historikisht. Dhe historikisht. Ajo nuk ishte një qeveri legjitime, mund ta themi. Ishte një qeveri kushtinge e sajore nga italianët. Do ta themi. Por akt lufte bën dhe ata. Akt lufte ata, shiko se unë jam marrë me këtë punë. Edhe unë jam marrë pak. Nuk jam marrë se nuve, po... Aty në rjeshta ti ke gjetur që... Edhe batalionin Tomori e gjitha këto. Po, janë gjitha ato. Por ti ke gjetur në rjeshta atje, Shefqet Vërlaçi nuk ka firmos ligj lufte. Ai ka firmosur një urdhër që ju jep të autoriteteve lokale për të respektuar ligjin e luftës që i ka shpall Benito Mussolini. E ka në ligjor, nuk e ka ligj. Tani se kam kapiteni që s'të falë aty. Në sniper, një sekundë. Por e ti, në qoftë ore, një sekundë. Në qoftë do kesh një qeveri sovrane, ti nuk mund të lësh trupat e një vendi tjetër të sulmojnë një vend tjetër në nga territori jot. Ja, po nuk është qeveri sovrana. Aty mbaron loja qeveri kolaboracioniste. Atere po themi. A pjesë e mbretërisë italiane, a Etiopia, Republika e Greqisë, akoma sot ka dëshirë, apo ka interesa politike, që të njofi vendimet e një pseudo qeverie, apo një qeverie falso. Kushtinge si të ishte një qeveri
legjitime. Këtu është loja më mbaron këtu. Rëdzon aty. Jo, se po shihni shumë cekat. Ja shumë rëdzon. Jo, ta shumë shikoj. Ishte një aleancë, pra Shqipëria ishte pjesë në atë kohë e një aleance fashiste. Pjesë e perandorisë. Zëm se sot, pra sot jemi pjesë e NATO-s. Sot në rast se bëhet një luftë, pra ta zëm sot një luftë me Serbinë, ta zëm atë. Po se jo, se Greqia është pjesë e NATO-s. Në një moment caktuar zëm se Greqia nuk është pjesë e NATO-s. Dhe Italia hyn në luftë sot me Greqinë, nëpërmjet nesh, dhe ne jemi pjesë e NATO-s me Italinë, automatikisht kjo e bën legjitime atë punë. Po është njësojmë se është aleancë, aleancë ishte atëre aleancë, sot ishte bërë pjesë një aleancë, ishte në aleancë atëre. Se neve antarë të NATO-s nuk jemi bërë me pushtim, jemi bërë në mënyrë vullnetare, kurse Italia zbarkoi në 39 në apostojt. Tetësh, goxaj. Po jo ma aleat, u bën para 39-ës. U bën para 39-ës antarë të perandorisë. Jo. Po para 39-ës më u bën. Jo. Zogu iku. Antarë të perandorisë. Zogu bëri shumë gjëra. Jo të mija, po Zogu iku, nuk u bën pjesë e trafikës. Në vitin 1927, Zogu ka nënshkruar një marrëveshje dy palçe me Italinë, marrëveshje dy palçe strategjike të mbrojtjes. E vetmja marrëveshje strategjike mbrojtjes, po jo, që pranoi pushtimin italian. Jo, më nuk e rrezoi. Në 27 marrëveshja dy palçe strategjike e mbrojtjes në Italinë na bën palë të saj. Pakti parë i dytë i Tiranës nuk na bënte pjesë e mbretërisë. Në emër të majorancës maskullore të kërkojnë ndjesë me të japin fjalën. Po kështu është kur prandaj nuk duhet të ketë majoranca të pakontrolluara. Po. Gjykimi jot. Gjykimi im për marrëveshjen. Janë Berisha, Dule dhe Fredi Sheu. Janë tre... Se madhe, jo, Fredi Sheu thot Fredi Beleri. Fredi Sheu është ai, po Beleri u bë më vonë, mbas moshës 16 vjeç. Janë tre eksponent të cilët sigurisht që kanë shumë ndikim në politikën shqiptare, kanë pat interesat e veta. Ne kemi parë që Fredi Sheu u prit në zyrën e Mitsotaqisit si një hero, u soll pastaj u bërë deputet në kohën kur fitoi edhe mandatin e tij, por mos harrojmë që interesat që ata flas më shumë dhe i referojmë edhe zotit Berisha. Pas marrëveshja me Greqinë për detin, ka qenë pas periudhës së ish kryeministrit Berisha, ku vetëm qëndrimet e tij sollën diskutime, jo vetëm dhe debate në politikën shqiptare, po dhe në atë greke. Ne dim shumë mirë që kanë qenë grekët ata që e kanë stopuar, ose që e kanë stopuar po, të gjithë debatin dhe faktin që ne nuk kemi sot një institucion shqiptar që i drejtohet, qoftë me rezolutë të Goxhaj, qoftë me një kërkesë të kryeministrit, dhe pse ne e pam që kryeministri Rama në takimin e tij të parë me diasporën në Greqi, nuk e përmendi fare marrëveshjen me detin. Jo, po sepse konsiderohet nul. S'po përmendet ajo në diasporë. Po përderisa foli për shumë gjëra të tjera, ka filluar një të re. Ka një marrëveshje tjetër. Ka filluar një marrëveshje të re për detin Rama. Pra tjetra i tjetër ky. Filluar marrëveshje, ka qenë gjyq apo jo? Jo, më është marrëveshje me ta, është marrëveshje për detin për të vajtur në gjykatë Hagës, sepse në gjykatë Hagës për çështje detit nuk mund të shkosh vetëm. Duhet të dyja palët të bien dakord që të shkojnë në gjykatë. Po për ta ndarë Haga. Jo, po për ta ndarë Haga, po paraprakisht duhet të bien dakord me kërkesat e tjetrit. Jo, pra. Dy krahë politikë që kanë qeverisë vendin për 35 vjet, luftën e bëjnë me njëri tjetrin, po gjithmonë interesat greke nuk i prek. Jo prek. Kështu që po të shohësh edhe himare. U bën gjithë ajo betejë, gjithë ajo përplasje e madhe. Ky merr Fredi Belerin e cakton atje për shkak marrëdhënie me Dulen e tjerë Berisha, ndërsa Rama Matese marrëdhënie me Dulen. Ka me Dulen. Matese marrëdhënie me da ishte rekomandim, ishte rekomandim për të krijuar gjithë këtë situatë që u kriju. Ndërsa Rama, se ta vazhdoj, ndërsa Rama merr një grek. Se ka qenë ky Berisha, kanë thonë studiin e këtij që ka qenë zyrë në 97 kur i pranë ushtarakët apo jo zë. Shumë mirë, shumë mirë. Ka qarkën presidencë. Ndërsa Rama kapni Belerin të tashik, pa lenë të shik. Ndërsa Rama shko merr një grek nga Dropulli, shkoni u vendos aty në Arbnorëve atje, sa Arbnor janë ata, Himariotët. Po. Himariotët nuk janë grek. Po. Janë identiteti më i pastër. Aty janë plotësisht dakord me ju. Se duhet të jetë minoritar në Marmëlla. U vendosin kokë atje edhe. Po pikërisht unë mendoj që Rama nuk e prish dot qefin grek. Tani. Po pra, ti jemi dakord. Mund t'i shpenzojnë dy fjalë për se i kam thënë gjithmonë dhe për atë që është kryetari i bashkisë si marrë sot, unë mendoj kështu, që në radhë parë ai nuk ka pas asnjë dyshim dhe precedent për terrorizëm.
S'ka lidhje fare me S'ka lidhje terrorizmin të mes. S'ka lidhje me Himarën, Po, mos zotëri. s'ka lidhje Ai duhet të jetë banor i Himarës që të jetë i pari S'ka lidhje as me Himarën, as kur bë prefekti Ai s'ka Vlorës. lidhje, ai futet nga Greqia, vjen nga Dropulli, minoritet grek. Zotin Ndoj, ju lutem. Kandidat në Himarë pa lidhje. Zotin Ndoj, jo, Demarian, të lutë, se kam unë. Një sekund. Apo marrën Zagorin tënde atje. Unë të digjoj dhe nuk të ndërpres. Të Zonë lutem. etnike pastra, ti vesh një grek nga Himarë, ti vesh kryetar komune atje. Unë ju digjoj dhe nuk të ndërpres. Dakor. Me i se kam të drejtën të ndërpres, se ky është pozicionin. Por nuk të ndërpres sepse ju vlerësoj. Ta im më vlerëso në momentin që bëj një replik. Pastaj ti nuk është se thotë biesh dakord me atë që them unë. Ne këtu kemi rënë dakord, mos bien dakord. Okej. Ky është thelbi një debati. Personin fjalë, ndoshta, ka qenë një interpretim i faktit që Beleri u futë në burg, u bë një çështje kombëtare greke, krijoi një tension shumë madh midis dy vendeve, dhe ky është fakt, e bëri prokuroria e Vlorës, e bëri Spaku, pati koincidoi me sulme verbale direkte të mëparshme të Ramës, dhe u duk sikur dhe Greqia e shiti me art, siç tha Nduena në Amerikë, gjithandej ku ka lopët e veta, si një persekutim shumë i madh që i bëhet pakicës së vogël greke në Shqipëri. Atëherë, personi që është zgjedhur është dhelpëri politike, për të thonë që ky flet shqip njësoj si shqiptarët, ka qenë 3-4 herë objekti atentateve të radikalëve grek, të atyre. Si ka qenë në Ndoen? Në thënë, mafi dhe... Ka qenë 2-3 herë për ta vrarë. Po nëse janë vrarë me zveti, ata është problemi jonë. Jo, nuk është problemi jonë, po ai... Se vriten grekët me zveti. Po ti ke Mira i Mariot, që janë malësor, dhe që shkojnë marrin letra greke tani apo. Po mirë, po s'janë minoritarë. E shesin malësi për 300 euro. Po s'janë minoritarë. Po mirë tani mos. S'janë minoritarë. E shesin malësin për 300 euro dhe pastaj dolin. Po dalin ja fusin në Shqipe. Dakor. Në këtë rast, se ti unë e di që nuk janë minoritarë. Juve përmendet që parë që nuk është jo, vërtet ai s'është se nuk është prekur për terrorizëm tavë, por ama kur forcat Renea vranë atë terroristin Bularat, ky erdhi nga Kanadaja ku jetonte dhe vajti për ngushëllim atje dhe kërkonte drejtësi për atë terroristin që vran forcat Renea në Bularat. Ky që është sot. Nuk kam rekorde për të. Jo, po ka rekorde, ka filmime, ka fotografi, bëj një mësues i bie unë fotografit, ta bie dhe filmimin ta shohësh ku kërkon drejtësi për terrorizmin, për terroristin që vrau Renea në Bularat. Bëje publike dhe do ta votojmë. Po, ta bëj publike, sa do. U them një EV dhe publicitet.